Profesor, ju shohim në një seancë stërvitore, duke që i keni marrë shumë seriozisht vitin 2026. Thëmë drejtën, na kena fillu përgatitjes për sezonin 2026, pak me thëmë drejtën na penalizu nga koha vështirë që ishte si mjetë, koha me reshje, me kështu që na ka penalizu se në sport që dalim rrugë. Po kena vutë të veçit ta kompensojmë kohën e humbur në fillim vitit edhe po punojmë çdo ditë fort e më fort që na të arrijmë në kulmin ton, majat e ciklizmit. Ndërkohë shohim sot në rrugën e Velipoj Shëngjin, duket një alternativë e mirë për të zhvilluar seancën stërvitore. Po është një alternativë goxha e mirë për ne, se ka ndërthurë Malorja me etapë me fushorën, rruga Vajtja Ardhi Shëngjin, është një rrugë perfekte për stërvitjen e ekipit të ciklizmit. Edhe na kena shfrytzuar këtë mundësi si na vlla që të bëjmë stërvitje rregullisht këtu. Një numër i konsiderueshëm sportistësh, duket që vazhdon interesi për sportin ciklizmit. Thëmë drejtën, kërkesa për të regjistruar të sportit ciklizmit kena goxha, por to ke pasën në sport rrugët dhe kena të kufizuar me praninë e sportistëve në ekip, s'mund të bëjmë atje se 5-6 një seancë stërvitore, jena detyruar si herë pas here të bëjmë afrime, largime, derisa të bim dakord me zhvillimin e ekipit. Kur do të jenë garat e para? Gara para është në 26 mars, trofeu 26 mars që zhvillohet rregullisht në qytetin e Kavajës, Kupa Demokracia. Aty do të marrë pjesë me ekip pilot, me trit, me paratritë, me tritë. Duhet të theksoj se ne i vetmi ekip i Shqipërisë që jemi me 3 grup moshat profesionale rregullisht. Dhe cilët do të jenë pretendimet e ekipit të Vllaznisë për vitin 2026? Pretendimet si gjithmonë, Vllaznia shkojmë me pretendim për të fituar trofet, për të fituar aktivitetin. Cili ka qenë mbështetja e bashkisë dhe apo sponsorë nëse ka? Po do të them drejtën, bashkia ka bën ata mundësitë e veta, po prapë sporti ciklizmi është sport i kushtueshëm, shumë i shtrenjtë, shumë i rrjedhshëm, jo pat edhe vetë sot që duhen është domosdoshme makina mbrapa, vallogurisë janë edhe ekipi trive, janë një makinë dhe një motor që duhen apo stafat për këtë punë, po kostoja është goxha e lartë për këtë tip lloj sportit. Shpresojmë që edhe bashkia të aveni ujë nxjerrë dhe prapë duhet ta falenderoj edhe për këtë kallavan, por prapë për dashmë në nivel të lartë duhen fonde. Faleminderit. Faleminderit ju.